Shkolla Koligusha në Pogradec në rastin e festave të 7-8 marsit organizoi një koncert artistik festiv. Mësuesit dhe prindrit kthehen në emblem të këtyre dy festave që tashmë kanë fituar status shumë popullor. Kjo cilësi festash është vënë në pa edhe nga drejtoresha e shkollës nëntëvjeçare Koligusha këtu në qytet Eva Çollaku. Në kalvarin festiv mbështetet rrugtimi i diturisë kombëtare, por edhe i dashurisë për nënën tonë, krijesën më të mirë të botës. Koncerti përmbante në vetvete këngë, kërcime ritmike, por edhe poezi kushtuar mësuesve dhe nënave tona. Koncerti në vetvete mbeti një mirënjohje e madhe për njerëzit e dijes dhe grave dhe vajzave shqiptare.